Ish kryeministri Zoran Zaev kërkon që VMRO DPMNE dhe deputeti Brane Petrushevski t'i kërkojnë falje për, siç thot, gënjeshtrat, shpifjet dhe keq përdorim të emrit të tij në dramën e inskenuar rreth sekuestrimit të dhjetra tonëve kanabis mjekësor për shkak të ruajtjes dhe trajtimit jo adekuat të supozuar. Në të kundërta i kërcënon me padi penale. Zaev thot se janë të pavërteta të gjitha akuzat të cilat partia qeveritare i ka bërë kundër tij në 5 vitet e kaluara, prej që ai u tërhoq nga funksioni i liderit të LSDM-s. Kam 5 vjet që duroj fyrje të përditshme. Të gjithë e dinë që nuk kam dashur kur të ngrej padi. Kam luftuar për lirinë e fjalës. Nuk jam akmar askujt para atë që më bën më 27 prill në parlament. Nuk kam abuzuar kur me pozicionin tim politik, por tani mjaft më. Ndërkohë, deputeti i VMRO-s Brane Petrushevski vazhdon të akuzojë Zaevin për përfshirje edhe në rastin e fundit të drogës së sekuestruar. Faktet e ka, osnovopol është fakt se themeluesi i biznesit të marijuanës në Maqedoni është qeveria Zaev. Rreth 70% e drogës së sekuestruar i përket një kompani në pronësi të një antarit të LSDM-s, konkretisht një personi të afërt me Zaevin. Përveç kësaj, vetëm dje, rreth 30 ton drogë u sekuestruan në rajonin e Strumicës. Ndërsa LSDM edhe sot kërkoi përgjegjësi nga pushteti, se siç u shpreh Aleksandar Sasha Dimitriević, sasi aq e madhe e drogës ka kaluar në kufirin e Maqedonisë. Nema privedeni, nema osumnjičeni. Nuk ka të arrestuar, nuk ka të dyshuar, ka vetëm defokus. Nga fotot e publikuara publikisht, shihet se droga e sekuestruar në Serbi ishte paketuar në kuti të mëdha kartoni me përmasa 60 me 40 cm, me 4 deri në 5 kg marijuan në qese plastike. Kjo do të thotë shumë dërgesa dhe shumë automjete kamion. 5, 10, ndoshta edhe më shumë kamion ose kamion duhet të kalonin kufirin. Si? Në një prononcim për media, kryeministri Kristian Mickoski paralajmëroi se në seancën e së martës të qeverisë do të sjellin vendim për të kontrolluar të gjitha subjektet juridike që merren me këtë veprimtari dhe shtoi se tashmë janë 40 tonë të sekuestruara, por u shpreh se nuk do të çuditej që deri në fund sasia e drogës së sekuestruar të shkojë deri në 100 tonë.